që në fillim nuk e kita të lehtë, po unsova. Me trajnimin që na ndihmoi Nisma Asis, për këtë kujtidim me grave, unë ndjeva shumë mirë, mosova shumë gjëna, morëm shumë eksperjenca. Jam Zenepe Shqefani, 58 vjeçe, jam një nga përfituesit e programit të fuqizimit të grave. Ka gati 30 vjet, jena move bektari, me gjëra përditshme, jana fshati, me prodhime bujqësore, bëm sa për vete. Ndërsa me qumësht, mish, me kërkesa tjera të bulmetit, është mas kërkesave të klientëve pasaj. Po, me viqat e mori njëra nga këto është femër. Atë kena shpejt sa risim, edhe ta bëjmë lopë. Inshallah kjo shkon marrë bashkë me tjerët edhe ta bëjmë tamam që të shtohen prodhimin dhe shtohen dhe lopët bashkë me ato. Ja them dhe grave të tjera që të marrin pjesë në këto trajnime, të bashkohen, të mësohen, sa më shumë njëri të marrin, sa më shumë eksperjenca. Çdo gjë është në favorin tonë, është një ndihmë shumë e madhe. Sharati shumë i mirë. Jetohet, me sakrificë jetohet, nga se punon.